Në ditën e 67 të kësaj proteste, kanë qarkulluar disa foto në të cilat shihet ish kryeministri i vendit Edi Rama me një skaf. Nga ky shesh i themi s'ka problem, shijoj pushimet e fundit në liri. Ky shesh do vazhdoj t'jetë plot çdo ditë të këtij kushti, sepse pushimet tona janë njëkohësisht edhe shpresa jonë, e shpresa jonë qendet në këtë bulevard. Ky objekt që është pas nesh, që është objekti i kryeministrisë, nuk ka qenë kur më i përfaqësuar se sa nga ju që jeni të shesh. Ndaj, sa më larg tjetë kryeministri i vendit nga ky objekt, aq më i sigurt është objekti dhe aq më i sigurt është shteti. Përsëri sot, në ditën e 67, i drejtojmë organeve drejtësisë e konkretisht SPAK-ut me thirrjen që i kemi bërë prej fillimi. Hetoni Ramën! Hetoni Ramën! Hetoni Ramën! Hetoni Ramën! Hetoni Ramën! Sikur të mos mjafton të dosja që ne kemi sjellur aty, The Albanian Crimes ose The Albanian Files, ditët e fundit sigurisht që u arrestua edhe Ermal Beqiri. Dhe para se ato ta ekstradoni, kujtojni që t'i dërgoni shokun e tij në qeni. E miku i tij dhe i Macronit është Edi Rama. Ne nuk do të largohemi nga ky shesh derisa Edi Rama jo vetëm mos jetë më kryeministër i këtij vendi, po deri kur t'jetë prapa hekurave. Dorëheqje!